Pra me pas se apo mundemi me ble diçka me dinar serb. Dita, vedo. Në këtë mënyrë ndalimi i qarkullimit të dinarit mbetet edhe pse Banka Qendrore e Kosovës ka ndaluar përdorimin e dinarit serb në territorin e vendit tonë dhe parashihet që euro të jetë në funksion edhe në pjesën veriore, në terren situata rezulton ndryshe. Mirë dita, a kupton shqip? A mundesh dinar me mi bo qëtu eura? Dinar. Dinar. Po. Sa mbin? Sa janë? 600. Faleminderit. Gjatë një vizite të bërë në veri të Mitrovicës, e kemi kuptuar qartë se dinari qarkullon ende lirshëm në treg. Në lokale të ndryshme mund të shndërrosh pa problem eurot në dinar serb, ndërsa me ato para mund të kryesh blerje në markete, farmaci apo dhe lokale të shumta të cilat gjenden në veri të vendit. Pra, ishit dëshmitar se si eurot kthehen në dinar serb, derisa tani do të provojmë t'i fusim edhe në qarkullim, pra me pas se apo mundemi me ble diçka me dinar serb. Dita, vedo. Sa buhen? 220 dinari, këto 30 e vetes. Dinari. Okej. Faleminderit. Përkundër rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, e cila përcakton se valuta e vetme zyrtare për pagesa dhe transaksione në Kosovë është euroja, shumë biznese në këtë zonë vazhdojnë të pranojnë dinarin për pagesa. Në praktik, kjo do të kishte ngritur dyshime se qytetarët serb atje ende marrin paga e pensione në dinar dhe i përdorin ato për nevojat e përditshme pa hasur pengesa të mëdha. Banka Qendrore kishte arsyetuar vendimin e saj në nevojë për të vendosur rend në sistemin monetar të vendit dhe për të eliminuar po ashtu përdorimin e valutave të huaja jashtë kontrollit ligjor. Por realiteti në veri tregon se zbatimi i këtij vendimi është i kufizuar e sidomos në zonat kur institucionet e Kosovës kanë pranitë të dobët apo thënë qartë nuk pyeten fare. Në këtë mënyrë ndalimi i qarkullimit të dinarit mbetet vetëm në letër.